Lazar Liçinovski lindi në fshatin Galeçnik në vitin 1901. U diplomua në Shkollën e Arteve me një kurs akademik në Beograd në vitin 1927. Ajo u specializua në teknikat e pikturimit të murit në Paris, të studion Marcel Lenoir dhe tek Paul Baudouin në Shkollën e Arteve dhe Artizanatit. Vizitoi studion e André Lhote dhe Akademinë së Grand Chaumier. Jeton në Beograd dhe më pas në Shkup. Ajo është anëtar i grupit së Beogradit para luftës oblig. Ekspozitë të pavarur para dhe pas luftës për herë të parë në vitin 1927 në Shkup, Beograd, Zagreb dhe mori pjesë në ekspozita grupore në Shkup, Paris, Beograd, Londër, Liverpool, Manchester, Selanik, Prag, Sofia, Rom, Bukuresht, Bradford, Kanad, Tunis dhe vendet të tjera. Ishte profesor dhe drejtori Shkollës së Arteve të Aplikuara në Shkup. Fituesi i çmimit të tetorit për vizatim në vitin 1959. Vepra e tij 1953 Radozhda është një peisazh i karakterizuar në një ritëm i veçantë i ndërhyrjes virtuale të rrënjeve të ringjallura të pemëve. Në këtë vepër arti theksohen konturat e ndritshme të rrënjeve dhe lehtësimi më intenziv i ngjyrave. Tingulli kromatik i ngjyrës, ngopja shprehje dhe dëndësia e tij thekson cilësinë dhe intensitetin e ngjyrës. Ndikimi i lëvizjes ekspresive dhe intensiteti i ngjyrës e